Sëmundja e murtajës ka zgjuar hartën e infektimit. Në vendin ton, numri i kafshëve të asgjësuara ka shkuar në 1200. Drejtoria Rajonale e Shërbimit Veterinar në qarkun Elbasan prej kohësh ndodhet në gatishmëri dhe sipas drejtuesit të këtij shërbimi, situata është emergjente. Veterinerët prej disa ditësh gjenden në terren për kontrolle dhe për të këshilluar blegtorët. Por jemi një qark me risk të lartë, për arsye sepse rreth 30-40 kilometra kemi vatrën në Dibër dhe për këtë trupa veterinare, shërbimi veterinar, sektori veterinar i qarkut Elbasan, drejtoria rajonale i ka marrë të gjitha masat sensibilizuese, të gjitha masat kontrolluese, duke dalë të gjithë veterinerët e caktuar në akset rrugore, të cilat lidhin Dibërn me zonën tonë, me Korçën, me doganat. Drejtoria rajonale këtij qarku ka identifikuar 3 vatra, 2 në Skarpar dhe 1 në Devoll. Qarku i Elbasanit është ende i pasur, por me një rrezikshmëri të lartë për shkak të afërsisë me fermat e prekura. Po, kjo është një sëmundje e cila e ka koeficientin deri në 90% të shurjes tufës dhe në gjuhën popullore le bariun me krap në dorë. Është një pasuri jo vetëm e bariut, por edhe një pasuri kombëtare. Aktualisht sëmundja është prezente në disa qarqe si Shkodër, Dibër, Bulqiz, Tiranë, Korçë, Devoll, Skrapar, Lushnjë dhe Gjirokastër. Shpërndarja gjeografike tregon se përhapja është serioze dhe ka nevojë për ndërhyrje të koordinuar nga strukturat lokale dhe qendrore, kontrolli rreth veterinar, vaksinimi parandalues dhe ndalimi i qarkullimit të bagëtive nga zonat e prekura janë hapat kryesorë që po ndiqen për të shmangur për shkallëzimin e krizës.